Shqipëria ka arritur që për herë të parë në histori të kalojë në play-offin e botërorit, një arritje e madhe për kombëtaren ton, që lë pas vetes në grup Serbinë dhe merr përfundimisht vendin e dytë. Anglia nuk toleroi as pak Serbinë, duke fituar 2-0 dhe duke bërë që fitoria jon 0-1 në transfert me Andorën të mjaftoi për të shkuar atje ku ne të gjithë dëshironim. Ndërkohë nga minuta e parë në fush ishte edhe Armando Broja, sulmuesi Burnley, po kalon një moment shumë të vështirë, si në ekip, ashtu edhe në kombëtare, një ndeshje shumë e dobët e lojtarit që ne të gjithë kemi shpresa se do të jetë ai heroi ynë i së ardhmes, teksa u zvonësua me Uzunin. Në fund Uzuni rezultoi si heroi i takimit, pasi me një asist të tij, Shqipëria arriti të fitonte 0-1 ndaj Andorës. Menjëherë pas përfundimit të ndeshjes me Andorën, Armando Broja po qëndronte në stol dhe ishte i mërzitur. Ai po shpërthente në lot, teksa gjithë ekipi i Shqipërisë ishte duke festuar për kualifikimin në play-offin e botërorit. Elsej Dysaj e pa situatën dhe shkoi menjëherë për të marrë lojtarin e Burnley që të festonte së bashku me pjesën tjetër të ekipit. Broja, duke i mjaft i mërzitur me faktin se Silvinho po e aktivizon në krah dhe jo në qendër të sulmit, duke bërë akoma më të pamundur që të shpalos aftësitë e tij, duke i bashkangjitur këtu edhe formën e dobët që po kalon në skuadër. Pra edhe vetë sulmuesi e ndjeu ndeshjet e dobët që kishte zhvilluar, pa mbaruar ende mirë ndeshja dhe pa e parë ende komentet e tifozëve në ndeshjen që ishte historike për të gjithë shqiptarët dhe ku ne kërkonim që lojtarët tanë të jepnin më të mirën e tyre. Hysaj është munduar që të jap forca Brojës në mënyrë që të bashkohet me të gjithë pjesën tjetër të skuadrës. Kështu Broja dëgjoi Ilsin për të festuar së bashku me të tjerët, nëse mund të quhet fest, pas atij momenti të vështirë që po kalonte. Kjo pikë tregon saktësisht se Armando Broja nuk është ende pjesë e skuadrës, ashtu siç ne të gjithë dëshirojmë për të, dhe nga krahu tjetër duhet përgëzuar edhe Elsej Dysaj, që në ato momente kur të gjithë të tjerët po festonin, ai gjeti mundësinë për të shkuar dhe për të parë situatën e vështirë të shokut të tij të skuadrës dhe duke mos menduar vetëm për veten. Kjo meriton padyshim vetëm përgëzime dhe duartrokitje për Elsej Dysajin. Dhe kjo nuk është hera e parë që Elsej Dysaj bën një veprim të tillë. Edhe në të kaluarën, ai është shprehur se kërkon që të ndihmojë sa më shumë të mundet Armando Brojën që të shpërthejë, duke vendosur në pa karakterin paksa të turpshëm të lojtarit të Burnley. Ndërkohë Silvinho, nga ana tjetër, i pyetur nga gazetarët pas parimit të ndeshjes, është munduar që të shmangë të gjithë nga këtë çështje, duke thënë se më e rëndësishme është fitoria e Shqipërisë kundër Andorës, sesa ky rast i Brojës.